Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirëserdhët në Vibe. Sot kam një të ftuar shumë të dashur dhe shumë interesant. Ai është Ermand Meternika. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush. Ndihem vërtet shumë mirë në studiot e Media 60 dhe ju uroj domethënë gjithë të mirat për këtë, domethënë sa më shumë sukses. Sigurisht që ne flasim për inteligjencën artificiale dhe robotikën, janë domethënë tashmë pjesë e jona, unë e quaj instrument që është bërë pjesë e jona domethënë në çdo sektor dhe do ta thoja pak më ndryshe na është kthyer si miku ynë apo shoku ynë më i ngushtë digital. Domethënë e themi ndryshe kolegu digital, mjeku digital, psikologu digital, avokati digital, kolegu digital, pra çdo gjë po shkon drejt digitalizimit. Ne themi pak edhe si përbatut, por kjo nuk kupton goxha domethënë realitetin që po jetojmë sot. Pra pjesë e jona, çdo kush e përdor teknologjinë, çdo kush e përdor pikërisht pra rrjetet sociale, çdo kush apo në çdo profil të ndryshëm inteligjenca artificiale dhe robotika, çdo gjë domethënë janë bërë pjesë edhe po na ndihmojnë në punët tona. Pra po na thjeshtojnë goxha të gjitha ato procese që dikur para 20 vitesh domethënë kërkonin shumë mund. Ti sapo më the që na ndihmon në punët tona. Pa nuk na bën më dembel në të menduar përdorimi masiv i inteligjencës artificiale. Ke prekur domethënë një çështje shumë interesante, domethënë është shumë e vërtetë, sepse sigurisht kur ne kemi tashmë domethënë një instrument shumë të rëndësishëm i cili na ndihmon pozitiv, domethënë dikon pozitivisht, na ndihmon më së miri, sigurisht që ka dhe side efekte, pra efekte anësore gjatë të cilës inteligjenca artificiale posedon. Për shembull, unë do ta thoja që më shumë anon pozitivisht, pra kanari e themi më ndryshe pak edhe shqip, anon pozitivisht, sepse ne po na ndihmon në çdo proces. Domethënë ne sot nuk po lodhemi më shumë siç jemi lodhur pak më përpara. Unë për shembull si një ekspert i IT-s, dikur para 20 vjetësh, për të konfiguruar servera apo për të ndërtuar pikërisht studio televizive apo të tjera gjëra lodheshim jashtëmase, kurse sot është çdo gjë automatizuar, qoftë në aspektin e softwareve, qoftë në aspektin e hardwareve e të tjerë. Për shembull, le të marrim dhe rastin e industrisë mjekësore, që është pikërisht pra profili dediku, mund ta them i rëndësishëm, sepse çdo kush për një problematik të caktuar mjekësore patjetër do interesohet që ta diagnostikoj. Sot, domethënë, në sektorin shëndetësor, inteligjenca artificiale ka revolucionuar, domethënë, industrinë mjekësore. Pra, spitalet, klinikat mjekësore, aparaturat mjekësore, sepse sot përdoren aparatura mjekësore, të cilët janë mjaft sofistikuara, mjaft precize. Tashmë le të kthehemi aty ku përmendet i Klea, në lidhje me këtë dembelizmin, sigurisht që inteligjenca artificiale po na bën dembel. Do të thotë që ne nuk po e vrasim trurin fare, me thënë të drejtën, për një problematik që duhet ta zgjidhim me anë të logjikës organike. Për shembull, çfarë unë dua ta them edhe pak për batut, domethënë, dikur kur para 20 vjetësh, 15 vjetësh në fakultet, bënim ato lëndët lart e poshtë të vështira jashtëmase, ato fizikat, matematikat, ato formulat që vërtet na hynin në njërin anë, na dilin në anën tjetër. Shumë të vështira, që donim gati 30 minuta gjysmëore apo edhe më shumë për ta zgjidhur step by step, pra hap pas hapi. Sot një mbrëmje të bukur, thjesht për të shplotur, bëra një fotografi të një formule në një fizik lazerash, e komplikuar jashtëmase, po doti, për gati pak sekonda mua më nxjerr përfundimin. Hajde, thash unë, ku kam qenë unë, edhe çfarë po ndodh sot. Domethënë sot ajo ChatGPT apo këto Copilot aplikacionet inteligjencës artificiale, kurse kur unë them inteligjencë do ta shpjegojmë pak a shumë, më nxori zgjidhjen në një formule të vështirë matematikore që nuk e kisha hasur ndonjëherë. Me që jemi tek matematika, cilat profesione mendoni se duhen shtukur apo ndryshuar? Shiko, çdo profesion është i rëndësishëm. Domethënë në bazë të llojit vet. Por ideja është që kohrat kë po vlerësojnë sot. Që do thotë për shembull vazhdimisht ne dhe duhet jemi unë për shembull fjala vjen u bëj një sugjerim ose një mesazh sensibilizues edhe maturantëve të cilët të vrasin mendjen të zgjedhin dek të cilët janë të rëndësishme që nesër pas nesër do ju japin të ardhura më të mira. Që do të thotë asnjë profesion nuk është në zhdukje, por varet mënyra se si ky profesion mbijeton me kohën. Pas 5 vitesh, kush mendon se do të shtukat? Kush rrezikohet të shtukat? Po, është një pyetje e lezetshme dhe kjo. Unë mendoj që asnjë profesion realisht nuk do sfumohet me kohën. Domethënë pas 5 vjetësh
por mendoj disa profesione të cilët do mbijetojnë dhe asnjëherë nuk do zëvendësohen nga ky, po e them thojza shoku më i ngushtë, inteligjencë artificiale. Kush janë ato? Për shembull, profesioni i parë që nuk do zëvendësohet është profesioni i mjekut. Pra, një inteligjencë artificiale apo se ne dëgjojmë lajme lart e poshtë nëpër media international që nxjerrin, asnjëherë një inteligjencë artificiale nuk mund ta zëvendësojë një mjek. Asnjëherë një inteligjencë, domethënë 100%, asnjëherë një inteligjencë artificiale nuk mund ta zëvendësojë një infermier apo një stomatolog. Domethënë, është pak e vështirë sepse mund të inteligjencë artificiale, përmendëm, jep prescriptions, pra të jep ty në një farë mënyrë një përmbledhje për një patologji të caktuar, por nuk mund ta zëvendësoj totalisht. Profesioni tjetër, profesioni i inxhinierëve, asnjëherë një inteligjencë artificiale nuk do lidhi tuba e tela. Pra një sistem robotik nuk mund ta marrim ne që të lidhi tuba e tela, pa pasur logjikën organike, sepse këtu kemi të bëjmë me dy lloj, e themi unë vetë, kemi të bëjmë me dy lloj truresh. Truri elektronik, që është inteligjencë artificiale, dhe truri natyral, që është mendja jonë. Truri pra ose inteligjencë artificiale ose truri elektronik ka të bëjë me përshpejtimin e të dhënave pra në mënyrë maksimale, është më i shpejtë se ne, rezultatin ta jep më shpejt se ne, ndërsa truri ynë që është me mendja natyrale, i zgjidh gjërat në mënyrë organike. Nëse truri ynë, pra mendja natyrale, e shfrytëzon trurin elektronik, e themi edhe pak për batut këtë, e shfrytëzon trurin elektronik për qëllime pozitive, atëherë ne bëjmë gjëra të mëdha. Nëse ne keq përdorim inteligjencën artificiale çfarë do bëj? Do na kthehet në bumerang, jo domethënë se do na okupoj, se shpesh disa thonë, "Ua, çfarë bëhet? Po na zëvendëson inteligjenca artificiale, do ngelemi pa punë", e tjera gjëra. Inteligjenca artificiale asnjëherë nuk do të zëvendësoj mendjen e njeriut, sepse vetë njeriu e ka krijuar teknologjinë, e ka krijuar inteligjencën artificiale, por mënyra se si njeriu mund ta përdorë këtë instrument shumë valor, shumë të vlefshëm, kjo na kthehet pikërisht në një aspekt shumë pozitiv. Se një pyetje për shembull, se këto që janë për shembull qytetarë të ndryshëm të cilët nuk janë pjesë e teknologjisë ose nuk janë të informuar shumë me teknologjinë apo dhe me AI-n, shpeshherë ndjehen të riskuar. Pra po na del jashtë kontrollit e tjerë. Asnjëherë inteligjenca artificiale nuk devijon pa i dhënë atë triggerin, push the button, shtyp butonin që të vazhdoj. Pra kjo është ideja. Për shembull, le të marrim rastin e një loje shahu. Supozojmë që unë ose një shahist i mirë që ka profesionist, ekspert, që ka 30 vjet, 25 vjet që luan shah, të luaj me një shah, domethënë me një lojë digjitale. Pjesë e inteligjencës artificiale, se çfarë është inteligjenca artificiale, do ta themi gradualisht. Po ta shikosh që gjatë lojës, gjatë kësaj sfide vetëm inteligjenca artificiale fiton, që do thot pikërisht pra eksploron miliona kombinacione për të dominuar. Pra për të gjetur rrugëzidhje. Kjo është inteligjenca artificiale. Pra është një kod matematikor, është një gjuhë algoritmike, gjatë të cilës përllogarit situatat që të dalin gjithmonë në një konkluzion, më shpejt se ne. Por inteligjenca artificiale asnjëherë nuk do të ketë atë logjikën organike që kemi ne, atë emocionin dhe empatin. Domethënë, edhe ndjenjat. Tani unë kam një pyetje. Unë personalisht, po si unë dhe shumë të tjerë, sa zgjojmë në mëngjes, puna e parë që bëjmë, kapim telefonin në dorë. Po. Ka ndalë studime, sa e rrezikshme është kjo që ne bëjmë. Çfarë dëmtimesh na sjell? Ke bërë një klauzol tjetër interesante. Unë vetë si njeri teknologjisë realisht konsumoj 7 deri në 8 orë, domethënë duke qëndruar në telefon, laptop e tjerë krahas punës edhe vetë. Unë jam nga ato që sa zgjohen me njëherë marr telefonin, shikoj një lajm të Elon Muskut, një lajm të Bill Gatesit, një lajm të Jeff Bezosit, shokët e Trumpit, që po bëjnë çuditëra dhe vërtet na bëjnë shumë çuditur. Për shembull këtu dëgjon një lajm të fantaksurit Elon Musk, që unë jam fan shumë i madh i Elon Muskut. Sepse një inxhinier për një kohë shumë të shkurtër arritje madhore duke qenë edhe trilioneri i parë global, kjo do thotë që është gjë e madhe, duke të kaluar edhe Bill Gates, që historikisht, domethënë theu rekordet me Microsoft, apo dhe me Jeff Bezos me Amazon. Pra shokët e Trumpit, këto i bëjnë këto gjëra. Shikojmë një lajm të Elon Muskut që njerëzit do shkojnë Mars. Përsëri një lajm tjetër të Bill Gatesit, njerëzit nuk do punojnë fare se inteligjenca artificiale do punojë për ne. Një lajm tjetër të Jeff Bezosit që
ishte atëherë kur me atë një kapsule kosmike dërgoi disa vajza të dashurën e vet dhe Katy Perry jashtë orbitës tokës. Dhe me këto lajme të çuditshme të teknologjisë që dalin, unë vetë si njëri teknologjisë, ndonjëherë më duket sikur nuk kam nevojë fare ta pije kafe në mëngjesit, sepse më jep shumë pozitivitet, hiperaktivitet dhe gati të fillosh ditën. Por keqpërdorimi që konsiston sigurisht gjëja e parë dhe kryesore është të qëndruarit për një kohë të gjatë në telefon shkakton probleme me shikimin. Pra ne i themi në oftalmologji, pra në optik, që do thotë fëmijët për shembull nuk duhet të ekspozohen gjithkohon me orë të tëra në telefon. Se sot shikojmë edhe fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, pavarësisht se nuk kuptojnë me anë të ngjyrave, krijojnë indikacione dhe vazhdojnë bëjnë atë scrolling TikTok. Po të qëndrosh për një kohë shumë të gjatë aty dhe i shfaqet miopia, një patologji që ka të bëjë me pamundësinë për të parë nga larg. Një tjetër gjë, duke qëndruar në telefon, postura. Shikojmë cervikalin, domethënë tek shtylla kurrizore, fillon edhe deformacioni për një kohë caktuar, që do të detyrojë do të japi dhimbje koke. Dhimbje qafe do detyrohesh automatikisht të shkosh në një fizioterapist. Nëse situata përkeqësohet, do shkosh edhe në një ortoped. Një tjetër gjë, të qëndruarit në telefon duke u kthyer, domethënë, ose kjo inteligjencë artificiale duke u kthyer pjesë jona e vazhdueshme, do të thotë që ne na shfaqet problematika e introvertismit, sëmundje psikologjike, patologji psikoneurotike, introvertizmi që do të thotë të lidhesh shumë ngushtë me telefonin, me tabletin, me laptopin, edhe të humbasësh pikërisht sensacionin e relacioneve me shoqërinë. Sa e bukur ka pas qenë ajo botë përpara, domethënë ajo kohë para 20 vitesh, kur ishim më harmonik, ishim më të pastër, domethënë, kurse sot unë dhe teknologjia, unë dhe AI jemi bërë, domethënë njerëzit janë bërë shumë introverts, të kthyer, të robotizuar, e them në një koncept paksa përgjithësues dhe pa humbim atë nocionin ose konceptin social. Është shumë e vërtet, ne kemi krijuar varësi. Unë nëse më thot dikush do ta marr telefonin, do rish ditë pa telefon, unë them se do ja bëj. Po, dependenca nga teknologjia dhe inteligjenca artificiale, duam apo nuk duam ne, po ndodh. Sepse është një gjë që ne na lidh në çdo profil, në çdo sektor. Por sot shikojmë për shembull fjalë vjen të ri apo mosha e adoleshencës që shpesh herë rrjetet sociale, sepse dhe rrjetet sociale, zhvillimi i softwareve dhe aplikacioneve është pjesë e AI-s, sepse inteligjenca artificiale është koncept, se po ti pyesin disa thonë çfarë është inteligjenca artificiale, thonë përdoret këtu. Përdoret është koncept generalist që përfshin zhvillimin e softwareve, hardwareve që aplikohen në aparatura të ndryshme për të dhënë rezultate dhe për ndihmuar ty dhe mua, apo dhe të tjerëve, kolegëve. Pra, disa të cilët për shembull një moshë delikate, që është mosha adoleshencës, bëhen prej rrjeteve sociale, shpesh mashtrohen nga jeta Instagramit dhe jeta TikTokut, që është kryesisht një jetë domethënë jo realiste, pra jo jetë me këmbë në tokë, dhe është ai indikacioni psikologjik që i shkakton. Pra, unë e përmenda pak a shumë më përpara. Inteligjenca artificiale, të gjithë elementet e inteligjencës artificiale duhet përdoren në mënyrë sa më efikase, madje edhe kur janë në një moshë fëmijë, në moshë delikate, duhet patjetër që dediku edhe prindërit të jenë një indikacion ose të luajnë një rol të rëndësishëm në edukim edhe fëmijëve, duke ja restriktuar apo frenuar pak kohën për qëndrim për një kohë gjatë në ekranë, në telefon, në tableta, në etj. Dhe duke krijuar atë ambientin social familjar, domethënë atë komunikimin e shëndetshëm familjar, që edhe fëmia të kuptojë që nuk është vetëm inteligjenca artificiale dhe ai telefoni që zgjodh mëngjes bota dhe jeta. Jeta ka shumë gjëra, ka shumë sfida dhe shpesh herë pikërisht pra kultura familjare duhet ndikoj shumë pozitivisht. Unë kam një pyetje. Në momentin që unë diskutoj diçka, qoftë për të bërë një udhëtim, apo çfarë kam në mendje, ndonjë ndjesi, apo ulem në tavolinë me shoqërinë ose me familjar diskutoj diçka, futem në TikTok, dalin pikërisht ato që kam biseduar unë. Po, ajo është diçka shumë e thjeshtë. Domethënë, ti çfarë selekton vetë software-i, pra algoritmi, e mundohet që ta ruaj ato çfarë ke ti kërkuar. Pra çfarë ke kërkuar më përpara. Kjo është një gjë që është, domethënë, nëse për shembull fjala vjen, ti hap ose ne shikojmë jemi të interesuar për një udhtim. Për shembull, për një udhtim all inclusive diku për të bërë. Ne do klikojmë, do shikojmë, do bëjmë një like etj në një
postim të një agjencie turistike dhe gradualisht vetë software-i, algoritmi të krijon domethënë ruan atë search-in e mëparshëm ose preferencialin automatikisht që të nxjerrë të tjera. Pra kjo është shumë e logjikshme, është vetë kështu funksionon gjuha algoritmike. Jo, nuk është kështu. Unë nuk e kërkoj fare X gjë që mund të bisedoj. Pse del? Kryesisht në TikTok. Jo, kjo nuk është çështje përgjimi, absolutisht. Inteligjenca artificiale, teknologjia nuk ka të drejtë që të përgjojë. Përgjimet kryesisht ndodhin për element për shembull të cilët janë kriminalogjen ose pjesë të grupeve të strukturave kriminale, të cilët shpeshherë dyshohen ose janë si mund të themi dyshohen që mund të jenë pjesë e këtyre organizatave, gjatë të cilës pikërisht edhe vetë policia e shtetit apo instancat e tjera, domethënë bëjnë të mundur që me anë të teknologjisë të investigojnë, por që nuk është inteligjenca artificiale, nuk përgjon. Është diçka që domethënë është ai koncepti që çfarë ti kërkon të ofron edhe të tjera, pra të shton larminë e kërkimeve. Kjo më ka ndodhur dhe mua, për shembull, fjala vjen kur kam parë për aparatura, për shembull një lajm për shembull që ndoli me atë sistemin robotik nga në Shtetet Bashkuara të Amerikës që po ecste mbi tapetin e kuq me Melania Trump. Ky sistemi robotik. Kur e klikova atë, edhe i dash një like apo po shikoja i vetë algoritmi, software-i më nxori gjëra të ngjashme. Domethënë modin e Indis, pra kryeministin e Indis me atë sistem robotik, Vučić përsëri me një sistem robotik, Elon Musk me të tjera. Pra është software-i, çfarë ti ke klikuar apo ke parë përpara, të ofron mundësi akoma më shumë, pra larmi, por nuk është çështje spionazheve apo përgjimeve. Inteligjenca artificiale, askush nuk ka interes që të na përgjojë. Nëse nuk jemi njerëz të cilët ose subjekte të cilët mund të dyshohen për elemente të ndryshme kriminalogjene, atëherë askush nuk i intereson që të spionojë gjërat tona. Përgjimin mund ta bëjnë dhe grupet kriminale. Ndaj një personi të rëndësishëm, drejtori apo. Shiko, ideja e kësaj është këto janë pjesë të teknologjisë të cilët aktualisht instanca të veçanta e bëjnë për qëllime të caktuara, domethënë për të gjetur element të cilët shpesh janë të dyshuar dhe për të gjetur prova nga më të ndryshmet, për të përforcuar pikërisht një dosje. Pra nuk është se i bëhet çdo kujt, apo qytetarëve nuk është se i bëhet, sepse është e pamundur. Duke njohur rreziqet e teknologjisë, a flini me telefon pranë krevatit ose poshtë telefonët, po, smartphone-ët, shiko, çdo pajisje elektronike gjeneron valë elektromagnetike, pra ne themi elektromagnetizmi. Është bërë kjo, unë faktikisht në fakultet kam pas një fizik gati një vit me këto elektromagnetizmin. Çdo aparaturë elektronike ka fushë elektromagnetike, por ajo që është e rëndësishme, domethënë, është që telefonat mos i mbajmë afër, sepse vetë fusha elektromagnetike ndikon negativisht në bashkëveprimin me indet. Pra fizika mjekësore themi këtu. Unë dua ta thjeshtoj pak, që do të thotë, valët, nëse i mbajmë afër, rrezatimi i valëve afrohet tek indet. Pra tek lëkura, tek truri ynë, pra tek domethënë gjëndrat e parotisit, elemente të ndryshme që ndikojnë jo fort pozitivisht në gjendjen shëndetësore. Për shembull, çfarë ndodh para shumë kohësh? Ka ndodhur kjo. Kam pasur një koleg që mbante një telefon gjithkohën këtu, në këtë pozicion. Mirë, po ajo është generator valësh elektromagnetike dhe mund të shkaktoj problematika, domethënë shëndetësore. Natën, se duhet i mbajmë afër, poshtë jastikut, kanë efektin termik, temperaturat ndikon jo negativ, jo pozitivisht. Pra e mira është që dhe ruterat e internetit fiken. Pra sepse krijohet një lloj stresi oksidativ që ne i themi, shumë pajisje elektronike, të qenurit prezent në pajisje elektronike më kohë shumë gjatë, ato janë vetë valë elektromagnetike dhe shkaktojnë dhe ne ndjehemi po ta shikojmë edhe të lodhur pas një kohe gjatë, të jemi prezent në pajisjet elektronike, sepse krijon një lloj stresi oksidativ, stresi qelizor, pra që e ngarkon qelizën që të kryej funksionet e veta. Çfarë më ka ndodhur për shembull? Para shumë vitesh kur kam qenë në gjimnaz, bëhet fjalë në vitet 2000,
2000 me 2004 ka qenë periudha ime e gjimnazit, që shpesh ja pasionuar mbas qarqeve elektronikës që ndroja për një kohë shumë të gjatë pranë tyre. Por duke qëndruar 2 orë, 3 orë mbi qarqe, duket sikur ato kanë valë të cilët ti do ndihesh i lodhur pak pas një farë kohe. Pra krijoj një lloj toksiciteti elektronik. Prandaj çdo gjë është me mas, duhet menaxhohet më së miri, që dhe ne ta përdorim ashtu siç duhet, edhe mos shkaktoj dëme shëndetësore. Ju përmendët plakja. A mundet Plakja, pa. Qelizat, më fal. A mundet teknologjia të ndaloj plakjen ose të zjas jetën e njeriu deri në 120 vite? Po, është një pyetje dhe kjo shumë e bukur që ke bërë në lidhje me moshën. Sigurisht teknologjia ndikon në rritjen ka ndikuar pozitivisht në rritjen mesatare të jetëgjatësisë, që do të thotë aplikimi i teknologjisë në farmakologji, pra në farmaceutik dhe në industrinë e pajisjeve mjekësore, duke i bërë sa më të rëndësishme dhe të frytshme dhe precize për të diagnostikuar, ka ndikuar në trajtimin e disa sëmundjeve, që do të thotë që mosha mesatare të rritet, por të ndikoj teknologjia në uljen në rritjen e gjatësisë, unë mendoj sikur të thuash tashmë toka sheshtë. Sepse askush nuk është mbi fizikën. Nëse ne jemi qenie biologjike që kemi lindur dhe një ditë do ikim, të largohemi nga kjo jetë, është e shkruar dhe është mosha biologjike vetë. Është e pamundur të ndryshosh me ligjet e fizikës këtu, pra të thyesh ligjet e fizikës për jetëgjatësinë, pra për plakjen. Por teknologjia ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e medikamenteve të ndryshme, në aparatura diagnostikimi që të kapi sa më hershëm sëmundjet, për shembull sëmundjen e kancerit apo sëmundjet kardiovaskulare, të cilët mund t'i trajtojmë. Për shembull, le të marrim një shembull të thjeshtë. Para disa vitesh, 2 sëmundje të cilët të sfumonin popullsinë kanë qenë sëmundjet kardiovaskulare dhe kardiopulmonare, pra sëmundjet e zemrës e thënë shqip dhe kanceri. Sot me anë të teknologjisë, sëmundjet e zemrës kanë filluar pikërisht pra që të mbahen në kontroll dhe të diagnostikohen, ndërkohë që kanceri vazhdon të mbetet përsëri një sfidë për njerëzimin. Teknologjia ka ndikuar deri diku pozitivisht në trajtimin e tyre pak a shumë, apo dhe në kapje në kohë të hershme, por që prapë mbetet një sfidë për njerëzimin. Pra teknologjia këtë ka bërë, ka rritur gurin kilometrik të moshës mesatare, por nuk mundet të na bëjë pavdekshëm. A është e mundur që në të ardhmen truri i njeriu të lidhet drejt për drejt me një kompjuter? Shiko, faktikisht disa eksperimentime realisht po bëhen. Fatmirësisht, domethënë Elon Musk me këtë çipin Neuralink që unë e quaj një breakthrough, pra e quaj një arritje shumë madhore të bërë nga kjo kompania Neuralink, krijimi një mikrokontrolleri që ne themi apo me një mikrochipi i pajisur me disa fije shumë të holla mikroelektronike që mund të implementohen në trurin e njeriu. Për shembull, nëse një pacient, një qytetar ka pasur një aksident, ose një qytetar tjetër ka pasur një masë tumorale dhe është ekstraktuar, apo dhe ka pasur një aksident, është dëmtuar një zonë e caktuar e trurit, e cerebralit, dhe është e pamundur, ka kaluar në një paralizë lokale apo generale, që është e pamundur të ngrej telefonin, sepse në teknologjia në telefon. Implementimi i çipit dhe lidhja e neuroneve me anë të këtij mikrokontrolleri bën të mundur që pacienti të rehabilitohet. Pra, vazhdojnë dhe bëhen eksperimente të tilla, por është e mundur. A keni frikë se mos teknologjia që po e krijojmë sot, mund të më zëvendësoj mua? Jo. Nesër do të përdoret kundër nesh. Po, më kujtohet një film shumë interesant me këtë që përmend Klera në lidhje me Will Smith, I, Robot. Dhe shpeshherë kemi qenë të vegjël në atë kohë, shikonim mrekullirat që sepse unë po shikoj gjë shumë interesante, domethënë Hollywoodi krijon Silicon Valley, pra i ka ekzekutuar, i ka krijuar. Asnjëherë teknologjia nuk mund të na kthehet kundër nesh. Por mund të kthehet bumerang, sepse ne menaxhojmë. Nëse unë marr një telefon dhe vetë aplikoj gjëra, si telefoni nuk mund të funksionojë vetë kundër meje. Pra është nonsense. Është e pamundur. Dhe një pyetje të fundit. Po. Cilin aplikacion nuk do ta shkarkoje kur në telefon? Nuk do shkarkoj. Edhe një pyetje tjetër që lidhet me këtë, dhe cili është gabimi më i madh
që bëjmë ne me aplikacionet. Çfarë është ai informacion që ne nuk duhet ta japim kurrë? Nuk duhet t'ja japim inteligjencës artificiale. Shiko, e di çfarë ndodh, inteligjenca artificiale ne jemi të zbuluar sepse ne kredencialet tona, emailet, passwordet e çdo gjë ato ruhen në servera specifik. Kështu që për shembull nëse kemi Instagram, nëse kemi Facebook, emailet e tjerë, ato ruhen në serverat e Google-it, kështu që patjetër që ato i dinë. Ideja është që ne të dim të mbrohemi nga sulmet kibernetike. Për shembull, të gjithë kemi aplikacione bankare, mos instalojmë aplikacione të cilët nuk janë të konfirmuara shumë, pra kur nuk ndodhen në Play Store apo në Google Apps, në emaile mos klikojmë emaile pak të çuditshme të cilët mund të jenë emaile në formën e spamit që mund të ndikojnë, sepse nëse i klikojmë ata instalojnë një lloj gjuhë ose parciali algoritmik në një PC në një kompjuter që të marrë dhënat. Pra të dim të mbrohemi, të azhornojmë antiviruset, të azhornojmë firewallet, të jemi të kujdesshëm, mos nxjerrim passworde lart e poshtë etj. Por nuk e besoj që, deri më sot inteligjenca artificiale nuk ka qenë faj inteligjenca artificiale për problemet që kanë ndodhur nga faktori njerëzor. Kohëve të fundit mua më vijnë disa mesazhe, sikur mi sjellin persona që unë i kam friends në Facebook, mi sjellin në mesazh. Kam pyetur personat nëse më kanë çuar mesazh nëpërmjet Facebookut. Nuk e kanë çuar. Jo, pse ndodh kjo? Edhe mua fakt më kanë ndodhur kjo sepse janë të hakeruar. Profile të ndryshme për shembull në Instagram, Facebook janë hakeruar. Që do të thotë që nuk e kanë ditur të ruhen. Për shembull, çfarë më ka ndodhur mua para disa vitesh, është një gjë që unë nuk e harroj. Rreth viteve 2009, më duket 2010 në këto qendrat e internetit që ishim atëherë. Kisha dhënë një Facebook përpara dhe hyja shpeshherë. Ndërkohë kur kam hyrë të nesër nuk e hapja më profilin. Që do thotë që atëherë për shembull kishte aplikacione në këto qendra interneti, të cilët Keyloggs ka pas qenë një program që çdo shtypje regjistrohej. Kështu që është faktori njerëzor problemi. Gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm me passwordet, mos klikojmë linqe të cilët nuk i kuptojmë ose janë të çuditshme dhe të vazhdimisht të updatojmë software-ët, të azhornojmë antiviruset, azhornojmë firewallet unë e them si një koncept, po firewallet janë mbrojtje e një sistemi IT-e nga sulmet kibernetike të jashtme. Pra gjithmonë duhet jemi vigjilentë dhe të kujdesshëm sepse për çdo problematik që ndodh është faktori ose faj njerëzor, jo i faj teknologjisë. Teknologjia nuk gabon. Teknologjia është thjesht një gjuhë programimi që të përshtatet ty për të nxjerrur ato të dhëna që ti klikon ose kërkon. Falenderoj shumë që ishe pjesë e Vibe-it, ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua që isha pranë jush në Media 60 për këto tematika shumë interesante në lidhje me AI-n. Dhe pyetja ime është, çfarë vibe të dha Vibe-i? Goxha pozitiv. Domethënë duke pasur parasysh që jeni në një ambient të rinj, të cilët janë shumë të apasionuar, sigurisht që më duket vetja të kthehem vite mbrapa. Goxha vibe pozitiv. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe për mua. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen. Tani në lidhje do të jemi me një personazh shumë interesant. Ajo është Diana. Diana është një shqiptare, por jeton në Gjermani. Por më e bukur është se ajo është blogere. Për të nisur, për të ditur më shumë rrugtimin e saj, se si lindi dëshira për të bërë blogere, por si është të jetosh në Gjermani, por gjithashtu ajo është edhe një nën. Për të folur për historinë e saj dhe të gjitha këto, e kemi sot në lidhje nga Gjermania. Diana, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje të gjitha. Je shumë e bukur. Shumë faleminderit. Kënaqësi të jem me juve këtu. Atëherë unë dua të di se kush është Diana. Një prezantim të shkurtër për veten. Unë jam Diana, jam 28 vjeç, jetoj në Gjermani, jam content creator, kryesisht në platformën Instagram dhe sipërmarrëse në Gjermani. Sa bukur. Unë dua të di se si lindi ideja jote për të bërë blogere dhe të merresh me rrjetet sociale. Shiko, kjo nuk ishte diçka që erdhi e planifikuar. Gjithçka filloi me lindjen e vajzës time.
fillova kisha dëshirë të bëja foto të ndryshme, të bukura, profesionale, dhe i ngarkoja në Instagram. Në atë kohë Instagrami, domethënë, nuk ishte privat, ka qenë publik, diçka që unë nuk i kam kushtuar fare rëndësi, dhe me kalimin e kohës vura re që njerëzit i pëlqenin fotot, filluan duke komentuar, filluan gjithnjë më shumë të më ndiqnin dhe papritur ky pasion u kthye në një profesion, mund ta them. Domethënë, kjo ka lind si pasion. Ka qenë si një pasion yti, të postoje, të nxirje foto. Por kur e kuptove që Instagrami do të kthehet në punë për ty? Instagrami, TikTok, rrjetet sociale? Po, domethënë, pasi filloi e gjitha kjo, kaluan disa muaj, fitova shikueshmëri, ndjekës dhe erdhën dhe ato ofertat e para, gjë që unë nuk e prisja. Nga brande, nga marka të ndryshme, dhe fillimisht filluan kërkesat me produkte, sepse mund të them që isha një nano influencer, nuk është se kisha shumë ndjekës. E kuptoj, po, çdo gjë nisë hap pas hapi. Ti jeton në Gjermani. Po. Do na bësh një krahasim të shkurtër me Gjermaninë dhe Shqipërinë, më fal, duke qenë dhe komentet e shqiptarëve, se ti e din tashmë se je vetë shqiptare, se shqiptarët kanë shumë komente, shumë paragjykues. Por njëkohësisht ti jeton në Gjermani dhe mendoj se ke dhe ndjekës gjerman apo shoqëri. Dua të di pak se ku është dallimi mes komenteve të Shqipërisë dhe komenteve të Gjermanisë? Atëherë, do thoshe që komenti që marrë më shpesh, ose edhe në qoftë se nuk e bëjnë si koment e mendojnë, është që kur ti mund të reklamosh ose të nxjerrësh një produkt në Instagramin tënd. Aty do me thënë komentet shqiptare janë më së shumti që ndoshta edhe nuk e besojnë shumë këtë pjesën e komercialitetit, më kupton? Janë mosbesues. Janë mosbesues, ndërsa këtu është diçka që është shumë normale kjo. Edhe ajo që unë kam dashur, Po, më thuaj. Ajo që unë kam dashur gjithmonë të bëj në profilin tim është që unë të mos influencoj të tjerët për diçka që unë vërtet vetë nuk e kam provuar dhe nuk kam marrë një feedback pozitiv fillimisht nga vetja, sepse nuk dua të influencoj të tjerët për diçka që nuk ja vlen ose që nuk është reale. Kjo është gjë shumë e mirë, por disa njerëz mendoj se kanë të drejtë që janë mosbesues sepse rrjetet sociale janë fasada, mendoj, por unë dua të di se çfarë përmbajtje të pëlqen ty të krijosh. Atëherë në profilin tim unë shpërndaj me ndjekësit e mi momente nga përditshmëria ime, nga jeta ime si nën, nga moda, udhëtimet dhe më pëlqen që të krijoj një content, një përmbajtje autentike. Dhe siç ta thash, të pasqyroj realitetin tek komuniteti që më ndjek. Si zgjedh bashkëpunimet? Ke bashkëpunime ti? Bashkëpunon? Po, kam pasur bashkëpunime shqiptare kur kam jetuar aty dhe pastaj pasi fillova jetesën në Gjermani, vetëm bashkëpunime të huaja, me brande, me marka të njohura, mund të them. Dhe siç ta thash, kam pasur dhe oferta që ndonjëherë edhe më është dashur të refuzoj, po ndonjëherë e kam marrë një produkt, për shembull, e kam provuar, nuk më ka pëlqyer dhe nuk kam planuar absolutisht që ta ndaj atë në rrjetin tim me të tjerët. Do me thënë, gjithçka fillon nga dua që të krijoj atë besimin tek audienca. Tani ti më the që je nën, ke një vajzë, je familjare, ke një bashkëshort, por njëkohësisht merresh dhe me rrjetet sociale. Tani unë dua të di ti më the pak që në rrjetet sociale publikon dhe nga jeta jote e përditshme, por jo gjithçka mund të publikohet në rrjetet sociale. Unë dua të di se si e kombinon privatësinë tënde, privatësinë të fusim fëmijën, bashkëshortin, jetën tënde personale dhe rrjetet sociale, si arrin t'i bësh këto diferenca? Okej, kjo nuk është shumë e lehtë. Ndonjëherë dashur pa dashur, duke qenë bloger, influencer, ndonjëherë përfshin edhe familjen. Më kupton? Edhe në qoftë se ato nuk duan. Po gjithçka fillon këtu, domethënë unë mund të bëj një krahasim shumë të vogël.
Kur vajza ishte në moshë të vogël, që unë i bëj ato fotot e lezetshme, ishte okay. Pastaj ajo nuk donte më, nuk i pëlqenin fotot, nuk ishte dëshirë, plus nuk rrinte edhe me një vend që t'i kapi një foto të bukur. Dhe çdo gjë u la në dëshirën e saj. Më kupton, nuk ka asnjë gjë që bën kompromis me fëmijën ose me privatësinë e dikujt tjetër. Edhe mundohem gjithmonë të gjej balancën midis të gjithave. A ke marrë ndonjëherë komente negative dhe cili është komenti që të ka shqetësuar më shumë? Që më ka shqetësuar, domethënë, okay, si çdo person publik, komente negative gjithmonë janë prezente. Nuk i marr shumë parasysh sepse komentet negative për mua nuk janë asnjë gjë, vetëm nëse vijnë nga njerëz që vërtet janë persona të afërt me mua dhe mund ta thonë diçka thjesht për të përmirësuar punën time. Nëse kalon përtej punës, nëse është diçka personale, kjo nuk merret fare parasysh për mua. Unë do doja në fakt nga ana jote një mesazh për të gjithë ndjekësit pozitiv, le t'i quajmë ndjekës, dhe të gjithë ndjekësit negativ. Domethënë do japësh 2 mesazhe, dhe për mbështetësit dhe suportuesit dhe për ato që nuk të mbështesin dhe të japin thjesht komente negative, apo nuk kanë besim tek ti. Atëherë, për personat që më ndjekin, i falenderoj shumë për çdo mbështetje, për çdo mesazh që marr dhe për çdo feedback që ato më japin për diçka që mund të kem provuar ose një përvojë që kanë marrë nga mua, nisur nga mua për shembull. Dhe do të jep një mesazh që të gjitha nënave dhe vajzave të reja, që ndoshta duan edhe ta bëjnë këtë gjë dhe kanë pak frikë, jo çdo gjë vjen që në fillim. Çdo gjë vjen me kohën. Frytet më të mëdha i marrim kur me kalimin e kohës, domethënë me përvojën, sa më shumë përvojë fitojmë, aq më shumë marrim. Dhe do doja t'i thoshe që të ndjekin ëndrrën e tyre, pasionin e tyre, mos të kenë frikë për asnjë gjë ose të pengohen nga komentet negative. Thjesht të ecin para. Ndërsa për personat negativ, pastaj që nuk e kanë besimin ose komentojnë vend e pa vend, le ta kenë vendin atje ku janë. Cili është synimi yt dhe çfarë ka ndryshuar në jetën tënde? Synimi im është që të vazhdoj akoma këtë që po bëj momentalisht. Dua që të rritem akoma dhe më shumë, qofsh si person, qoftë në profesion dhe të përmirësoj veten time në çdo aspekt. Dhe ka ndryshuar shumë, do thoja. Kam njohur njerëz të ndryshëm, njerëz të mrekullueshëm, do thoja, njerëz që ndoshta s'ma kanë pasur besimin në fillim, por pastaj pasi kanë parë punën time, më kanë ofruar mundësi të tjera, kam marrë besimin e tyre dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Të marrësh besimin edhe aty ku, domethënë të përfitosh një mundësi të dytë, kur me zor të është dhënë mundësia e parë. Sa e bukur. Tani unë dua të prek pak në jetën tënde bashkëshortore. Dua të dija të mbështet bashkëshorti në punën që bën, normalisht të mbështet, por ka qenë mbështetës që në fillim, kur ja ke sugjeruar si punë, si gjë. Shiko, bashkëshorti ishte kundër edhe kur fillova unë të postoja fotot e vajzës, nuk donte fare. Dhe kur mora këtë iniciativë, le të them, nuk i besonte shumë kësaj botës. Po pastaj u bën mbështetja ime më e madhe dhe sot e kësaj dite, dhe ndonjëherë kur jam në mëdyshje për diçka, kur nuk jam shumë e sigurt dhe më duhet ta vendos diçka, ai është gjithmonë aty, më përkrah, më këshillon më së miri. Kush është më shumë xheloz nga ju të dy? Xheloz jemi të dy. Mendoj që xhelozia e shëndetshme ekziston. Dhe besoj, nuk e di në qoftë se jam e saktë apo jo, në qoftë se nuk ka xhelozi në një çift, ka humbur interesi për mua. Është shumë e vërtetë. S'ka më interes. Është bërë çdo gjë kështu. Është shumë e vërtetë. Kush bën më shumë foto në familje nga ju? Foto bën mami. I bëm edhe vajzave, ato janë akoma në një periudhë që rriten çdo ditë.
mësojmë çdo ditë ose ndonjë lëvizje të re nga vajza e vogël dhe patjetër që duam të ruajmë çdo kujtim edhe do me thënë më shumë foto, vajzat edhe mami, babi, pastaj është vetëm fotografi. Fotografi, bezdiset në njëherë babi? Duke bërë Bezdise se foto? nuk e ka qenë fotot. Atëherë unë dua të di tani se çfarë cilësie të ti vlerëson më shumë dhe kush është ai që pas një zënke shkon i pari dhe kërkon falje? Tek cilësitë e tij do thosha për qetësinë që ka. Do me thënë, ai është një tip impulsiv. Pastaj në lidhje me mua kam njohur një anë të tij që nuk e ka, nuk e nxjerr ndonjëherë në pa. Është do me thënë një tip shumë i qetë, i shef gjërat në shumë e ftoftësi, jo si mua ndonjëherë që i mendoj shumë. Dhe nuk e di, është shumë mbështetës. Kush kërkon falje pas një zënke? I pari. Falje, varet kush e ka fajin, po zakonisht e ka ai. Edhe në qoftë se është duke dëgjuar tani prap. Ose Kush e mund di ta ç'po kesh mendon. edhe ti, po ne femrat gjithmonë ja lejmë fajin mashkullit. Po, edhe kjo mund t'jetë. Nëse bashkëshorti yt do të kërkonte tani të mbyllje të gjithë rrjetet sociale, kryesisht Instagramin, çfarë do të bëja? Nuk mendoj se do ta bënte, sepse unë e di, të dy ne e dim shumë mirë se sa kam investuar në këtë, kam investuar kohë dhe patjetër çdo gjë nga përditshmëria ime, sepse kjo të merr kohë. Njerëzit mund të shohin vetëm një foto, po nuk e din që pas saj është ideja fillimisht, është prezantimi, është një xhirim i një reklame. Sa kohë të mban ty kjo? Varet. Ka dhe me thënë brande që mund të japin vetëm një video, thjesht ta postosh, ta reklamosh të gatshme, ose pastaj në qoftë se ty të duhet të reklamosh diçka nga fillimi, ta bësh vetë, dhe planifikimin, idet, xhirimin, çdo gjë, kjo të merr kohë. E kuptoj. Tani unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë vajzat, për kurajon, vetbesimin dhe që t'i futen kësaj pune pa menduar për paragjykimet. Fillimisht do thoshe që të mos marrin aq shumë mendime nga të tjerët, në qoftë se dikush diçka e don vërtet, ja del vet kundër të gjithëve, se ndonjëherë nuk të përkrah njëri kur ke një ide dhe do të arrish diçka. Të mos kem frikë fare, në qoftë se ato e kanë besimin tek vetja, mund të femrat arrin gjithçka. Femrat mund të bëjnë balancën midis të qenit nën, të qenit në një biznes dhe të merren me rrjetet sociale, mund t'i bëjnë të gjitha. Kështu që besoni tek vetja dhe gjithçka arrihet me punë. Në fakt edhe një pyetje të fundit. Ti ke bërë bashkëpunim edhe në Gjermani, me marka gjermane, por edhe në Shqipëri. Kush e ka pagesën më të mirë dhe sa fiton ti nga reklamat? Pagesën më të mirë e ka në Gjermani. Këto e kanë shumë, e kanë primare në momentin që të nxjerrin një produkt të ri. Këto duan patjetër, jo t'ja bëjnë vetë reklamën. Këto zgjedhin disa influencer dhe japin produktin dhe japin një pagesë shumë të mirë. Po për shifra pastaj nuk dohet flisja. Diana, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe më pëlqen vullneti që ke dhe të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit, uroj dhe ty shumë suksese. Ju falenderoj të gjithëve ju që më ndiqni dhe që kemi krijuar një komunitet shumë të bukur së bashku. Dhe shpresoj të rritemi më shumë, pse jo. Do jesh gjithmonë i mirëpritur, herën tjetër besoj të kem në studio. Besoj se po. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen. Tani
jemi në lidhje me Afrodita Zajon, astrologën tuaj të preferuar vedike. Por sot nuk do të flasim për parashikimin e horoskopit, por do të flasim për disa tema të tjera që Afrodita është njohëse shumë e mirë e tyre. Afrodita, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam sërish. Mesi dhe për mua. Do kënaqemi sot. Atëherë po pra, është një temë shumë interesante që të gjithë e duan. Pikërisht, do të flasim që të dhe për publikun, apo jo? Patjetër. Ta nisi direkt me pyetjen e parë. Çfarë kupton ti me termin Matrix? Atëherë, fjala Matrix do të thotë matria, pra Matrix kemi matri dhe X, një X, në rregull? Matri do të thotë si unë merrem dhe me gjuhësi në fakt, nga aspekti etimologjik. Matri do thot matria, mother, meter, motor në shqip. Pra, energji femërore, në rregull? Që do të thot energjia femërore hyjnore ose nëna univers. Pra, energji femërore. Për shembull, energjia femërore që kemi si thua kudo rreth nesh është pra natyra. Natyra mbaron me a, jo me i, natyri, natyra. Pra është natyra, ajo është matriksi që është natyror. X do të thot matri, mother, e morën vesh, kurse X është, për shembull, kur në hartë, kur ti do të shkosh në një vend, ja bën X aty apo. Do të thoj këtu ose do të thoj. Pra X do të thot një fush ose një vend. Pra matrix do të thot një fush energjetike, si thua, një gjë e energjisë femërore hyjnore. Pra Matrix është vetë natyra, bota ku jetojmë këtu, toka. Pemët, çdo gjë që kemi në natyrë, që është 5 elementet e natyrës. Pra Matrixi kjo është Matrixi natyral. Tani, çfarë ka ndodhur në këtë epokën Kali Jug, sipas mistikëve ose diturisë vedike, quhet Kali Jug, do thotë këto 4000-5000 vitet e fundit kemi qenë në epokën e errësirës. Mbi këtë matriksin që është natyral, që e ka krijuar hyjnorja, domethënë është një sistem, natyra, mbi këtë është krijuar një matriks jo natyral, pra falso. Matriksi jo natyral do të thotë sistemi ku jetojmë, do të thotë bankat, shkollat, spitalet, gjithë sistemi ku jetojmë këtu. Për shembull, në këtë ke kopshin, në këtë pastaj kemi shkollën, nga mosha kaq në kaq, pastaj do futesh gjesh një punë, nga mosha kaq është një sistem i ndërtuar, nuk ka qenë gjithmonë kështu. Dhe ky sistemi filmat që dëgjojmë, pra është një sistem jo natyral ose quhet sistem jo fraktal. Dhe ky sistemi që është ndërtuar, domethënë në fakt vedikët e tregojnë kush e ka ndërtuar këtë sistem, pse e qysh tek, dhe njerëzit në përgjithësi janë të mbërthyer në këtë sistemin pra jo natyral, pra janë sklever të matriksit, këtij sistemit. Jemi për shembull do punojmë në kaq 8 deri me kaq do punosh ose do bësh bankat, nëse domethënë ka rregulla që neve jemi të mbërthyer brenda këtyre. Kurse matriksi natyral, që është matriksi natyra, është përfshin ligjet hyjnore të multiversit, që s'mësojnë fare as nëpër shkolla. Dhe ky matriksi falso ku kemi mbërthyer neve, çfarë bën që ti mos ta marrësh vesh ligjet hyjnore të multiversit, sepse nëse ti respekton ligjet hyjnore të multiversit, ti bëhesh i fuqishëm. Kurse matriksi falso është bërë që ti të ngecësh aty. Quhet dhe matriksi gjithashtu i mbërthyrjes në lindje dhe vdekje. Domethënë, kalon një jetë, vdes, dhe në qoftë se nuk e punuar me veten që nuk ke dal nga matriksi, ku ke qenë gjallë, të lindësh prapë. Si mund të dalim nga matriksi? Po, pyetje shumë e mirë. Si dilet nga matriksi? Kjo është qëllimi i jetës. Çdo njeri ka lindur për të mësuar se si dilet nga matriksi. Dhe pikërisht seancat Lotus në fakt, Lotus Ocean, meditim Lotus Ocean që unë bëj është për të mësuar gjërat bazë që çdo njeri duhet i bëj që të dalë nga matriksi. Se për shembull një njeri që nuk han ushqimet e duhura, nuk mund të dalë nga matriksi. Një njeri që nuk ka balancë mendore, të mësoj si arritet balanca mendore, nuk mund të dalë nga matriksi. Sepse matriksi çfarë s'bën, domethënë që njerëzit
edhe filmat, edhe këto gjërat janë nga Matrixi. Mendje programimi, ngrënia e mishit është e Matrixit. Njerëzit në epokat e arta për shembull kanë qenë vegetarian. Për shembull, Ti po thua që dhe ne të bëhemi vegetarian që të dalim nga Matrixi? njerëzit që hanë shumë mish do ta kenë shumë të vështirë për të dalë nga Matrixi, madje do ta kenë të pamundur. Pse? Për arsye të një të shkurtër fare kështu. Pa. Sepse për shembull lopa, në diturinë lopa ose kau, viçi, këto janë fjala toka, vetë toka personifikohet me simbolin e lopës. Pra, lopa dhe toka janë njësoj. Dhe kjo është një gjë që nuk e them unë, kjo është një dituri e vjetër, edhe vetë fjala toka do të thotë te kau. Gaia që është brendesha e tokës, do thotë gau, prap kau. Italia quhej më përpara Vitulus. Dhe v-ja gjatë luftrave këtyre është hequr dhe ka ngelur Itulu, që është Italia sot. Vitulus do të thotë vend i viçave. Dhe ka dhe pra kudo në gjithë botën, toka dhe lopa në përgjithësi shikohet si e njëjta gjë. Tani në qoftë se theren lopët, domethënë ke trajton, sidomos se kështu do thotë që je kundra tokës. Dhe toka nuk do të mbajë me ushqime, se kush na mban? Toka i prodhon ushqimet. Domethënë shihet si një qenie e gjallë. Domethënë dhe nuk e respekton këtë matria që folëm, natyrën, atëherë do e kesh punën keq. Atëherë do mbështetesh te ky sistemi. Tani ky sistemi që është Matrixi falso, ky do që njerëzit domethënë të mos të dalin nga Matrixi, që të ketë sa më shumë sklever. Etj. Mirë? E kuptoj. Gjithashtu ngrënia e mishit ka dhe karma negative. Për shembull, lopa llapa ose goja gaja, viçi la voce. Dhe është në një mitologji shumë të bukur në fakt, që dhe profesori Petr Zhej ka shkruar te libri i tij, se un kam qenë nëse e tij ndër të tjera, ka qenë një nga gjenit më të mëdhenj në Shqipëri. Tash i gjallë. Ka bërë libra dhe aty thuhet përndesha vaka, viçi la voce është në formën e një lope, për shembull në mitologji. Pra, kudo ka karma të këqija, për shembull një njerëz që kalojmë pastaj tek karma, se do të pyes edhe për karmën. Por fillimisht dua të pyes për jetën pas jetës, a ekziston vetëm kjo jetë që jemi apo ka jetë të tjera, sa jetë ka? Se në ndjenjim time kjo që jemi tani është thjesht një sprov, jeta e vërtet është kur ne të ndërrojmë jetë. Sa jetë kemi? Apo jo? Pa. Atëherë neve nuk kemi vetëm një jetë. Na thuhet që ti ke vetëm një jetë, bëj qef. Po. Vetëm një jetë kemi, bëj këtë, bëja këtë, s'ka problem, nuk është se ka pasoja, gjëra të tilla, se vetëm një jetë ke. Në fakt nuk është e vërtet. Ne kemi patur shumë jetë, edhe më përpara, ishte këtë jetën tani, që tani e Klea, ke këtë trup, ke këtë jetë, ke këtë zë, ke këto njerëz dhe për qark. Okay. Tani në këtë jetë. Dhe në fakt, trupi që kemi në këtë jetë, gjërat që ke në këtë jetë, është rezultati i veprimeve që ke bërë në jetën e kaluar. Ne kemi patur shumë jetë. Nuk kemi vetëm një jetë, kemi plot jetë. Dhe pas vdekjes prap jeta vazhdon. Nuk mbaron këtu. Nuk mbaron një jetë. Dhe domethënë kemi shumë jetë, kjo s'diskutohet fare. Për shembull ka njerëz që kanë déjà vu ndonjëherë sikur ke qenë në një vend. Po, shumë e vërtet kjo. Ajo është sepse mund të kesh qenë me vërtet, ose të ka dhe një kujtim dhe është subkonscienca që e ka këtë. Nuk e ka shisa tani ose vetdia tani, ke nga brenda. Dhe të gjitha jetët në fakt, njeriu nuk mund të mbajë mend jetët e të kaluara. Okej? Sepse të lindësh në këtë matrix, qoftë natyror, qoftë falso, domethënë rregulli është që ti nuk mund të mbash mend çfarë ke qenë në jetën e kaluar. Është rregull. Dhe mirë është mos mbajt mend. Dhe unë nuk i rekomandoj njerëzit ta shikojnë jetën e kaluar, sepse përderisa jemi brenda në këtë matrix, domethënë nuk është se ka qenë shumë e mirë. Sa ndikojnë vendimet tona në jetën që bëjmë? Të ndikojnë në jetën tjetër? Sa mund të ndikojnë? Çdo vendim që bën, quhet që edhe e bën, e merr vendimin, e bën, e kryen, ajo quhet karma. Pra fjala karma
që ta kuptojnë njerëzit, fjala karma do të thotë kry me kry. Pra, kry një veprim, ajo quhet karma. Dhe në sanskritisht, karma, kriya, karma do të thotë bëj një veprim, kjo është karma. Edhe folura është karma. Është karma që Zoti ta kthen në anën tjetër apo Jo. Zoti të kthen atë gjën që ti ke bërë vet. Nuk ta bën Zoti ose nëna e kthen. Dhe në fakt kemi një planet, meqense ti e di që merr me astrologji, që është përgjegjës për veprimet që ti ke kryer më përpara, nga tani dhe më përpara, qoftë dhe në jetën më përpara, okay? Është një planet që quhet pra Saturni, që të sjell pasojat e veprimeve, pra karmave që kemi. Mund të kemi dhe karma të mira, mund të kemi dhe karma të këqija. Atu doja të pyesja, ka vetëm karma të këqija? Jo. Nuk ka vetëm karma të këqija. Sigurisht, atëherë asnjëri duhet të sqarojmë diçka, asnjëri nuk është i keq. Okej? Asnjëri nuk është jo po demon, jo po unë jam kriminal, është kështu. Njerëzit mund të jenë të paditur, dhe kur nuk je i ditur, do kryesh veprime, do marrësh vendime të gabuara, që thyen ligjet hynore të multiversit. Në qoftë se kryen një veprim dhe thyen ligjet hynore të multiversit, ajo quhet karmë e keqe. Kurse në qoftë se ti ke dituri për këto rregullat hynore, domethënë, për shembull dhe kjo për lopën që tha, në qoftë se han mish në lopës ose keq trajton një lopë, sidomos që do të thotë keq trajton tokës, është një nga ligjet hynore. Okej? O ka shumë ligje hynore të multiversit, ka shumë. Për shembull, dhe mos kujdesesh për trupin tënd, është ti po thyen ligjin hynor. Kur neve respektojmë ligjet hynore të multiversit, neve kryejmë karma të mira automatikisht. Për shembull, e folura nga qendra e gojës, e të vërtetave pafund, pra mantra në shqip, ajo është karma e mirë, dhe është aq e fuqishme që unë mësoj tek meditimi lotusoshën. Është aq e fuqishme sa që mund të djegë dhe karmat e kaluara të këqija. Digjen karma të këqija? Digjen, po, prandaj kemi lindur në këtë botë, në këtë jetë, për të djegur karmat e këqija. Dhe në fakt mund të digjen, dhe ky është lajmi i mirë, dhe prandaj kemi lindur. Universi jep mundësi që ta djegim karmat e këqija. Për njerëzit që dëshirojnë, sigurisht ka njerëz që i pëlqen gjendja ku janë, dhe nuk kanë qef që të djegin ndonjë karmë të keqe. Tani ne largo Zot, sot vdesim. Po? Në jetën e dytë, jetën tjetër, unë do dal përpara Zotit. Po? Ku ai do të peshoj karmat e këqija, apo gabimet, apo gjërat e mira që kam bërë dhe gjërat e këqija. Sa e vërtet është kjo që edhe parajsa ekziston dhe ferri ekziston dhe ne do të takojmë Zotin? Pyetje shumë e mirë, Klea, bravo, 10 pikë për pyetjen. Atëherë, në qoftë se një njeri vdes, në diturinë vedike, domethënë janë aq të qarta gjërat, ekziston perëndia e vdekjes, që quhet Yam. Dhe në fakt sot është energjia e kësaj. Është energjia keqe. Jo, nuk është energji e keqe, është energji, është perëndia e vdekjes, nuk është e keqe, është thjesht një energji Yam, dhe është në fakt vllai i Saturnit sipas astrologjisë tani. Dhe kur një shpirt vdekje do të thotë trupi fizik mbaron, nuk punon më, dhe shpirti ose trupat astral, po ti mbledh gjithë bashkë, pra shpirti del. Dhe shpirti do vazhdoj ekzistencën. Dhe do shkoj te ky departamentet e Jamës, dhe aty do gjykohet për karmat dhe gjërat që ka bërë. Nga kush gjykohet Afrodita? Gjykohet nga qeniet nga punëtorët e këtij perëndisë së vdekjes. Ato merren me këto gjëra. Janë qenie të larta. Është kjo që dalin përballë Zotit. Je varet kush je. Në qoftë se je një krishter shumë je një krishter që beson vetëm te Jezusi, atëherë këto qeniet ose edhe qenie të tjera, domethënë mund të bëjnë si Jezusi, por nuk është Zoti. Ose Allahu, e të njëjta gjë. Pra, atë që ti beson, aq sa dituri ke, ato gjëra do të shfaqen më vonë, por mund të jenë jo të vërteta. Pra, në qoftë se ti nuk e di për shembull që
Zoti vërtet hyjnorja ose Perëndit ose në çfarë të ndodh pas vdekjes, ti mund të pashtrohesh në fakt edhe pas vdekjes. Edhe ekziston dhe ferri, ekzistojnë. Okej, e zën ky shpirti shkon dhe gjykohet, dhe nëse ka karma të mira të mjaftueshme, ka punu me veten, ka dalë nga matriksi, ka dash do di më shumë ditori, ka praktikuar sidomos qëndrëzimi i zërit, njëri është shumë i fuqishëm, e zëm, atëherë ai mund të pranohet, pra e kalon këto jama, e çon shpirti këto perëndia vdekjes. Së thua e çon te një botë më e mirë parajsore, që quhet parajsore. Atje mund të shikosh Gloria ose Zoti ose këto gjërat. Jo, thuhet që kur vdes thjesht të jepet një si shikon gjithë jetën tënde çka ke bërë për më pak se 1 sekond. Të gjithë gjërat. Sepse është një teknologji më e lartë. Po, është në fakt. Tani ekziston edhe vend, sipas detyrisë vedike, jemi në tokën këtu, që është e sheshtë. Kemi dhe botët sipërme, që janë bashkë me tokën 7 botët e sipërme. Dhe janë të mira parajsore. Në qoftë se hyn atje ke dal nga matriksi këtu. Por ekzistojnë edhe botët poshtë, që nuk janë ferr, okay? Thjesht janë më keq se toka, në kuptimin që aty jetohet 1000-2000 vjet, nuk është 100 vjet sa toka këtu. Quhet patal. Patal quhen këto të poshtë, thjesht dendësia është më e rëndë. Dhe zvarg quhet botët sipër. Pra 7 sipër, 7 poshtë, 14 botët. Kjo quhet universi. Kurse ferri është, edhe ferret ekzistojnë, nuk janë poshtë tokës, janë në një vend tjetër. Dhe ferri ekziston për njerëzit që nuk duan, domethënë, të mësojnë për hyjnorën, nuk duan të respektojnë ekziston ferri sigurisht. Ferri nuk është 100 vjet siç është në tokë, në 1000 vjet, 2000 vjet. Do të thotë smundjet një pas njëshme, dhimbje, është gjendje. Shpirti mund të shkojë aty, po. Në qoftë se domethënë digjet shpirti në ferr, të rish gjatë gjithë shpirti, jo, vetëm vuan. Asgjë nuk digjet dhe asgjë nuk shtuket. Asnjë shpirt. Shpirti vazhdon ekzistencën. Po nuk mund të kalojnë në parajs njerëzit që e mbarojnë dënimin e tyre në ferr. Ato që mbarojnë dënimin në ferr? Jo, nuk është përjetësisht. Asgjë s'është përjetësisht përveç parajsës. Parajsa po hyr aty nuk ka vdekje. Tani ferri e zën nëse njëri shkon ferr, po diun e zën 2000, 3000, 1000 vjet, kalon me vuajtje gjëra të tjera, pastaj thjesht do pranohet të hyjë në tokë, do lindi si njëri nga fillimi. Në parajs nuk shkon direkt, jo. Sepse toka është një botë ku mësohet se si është parajsa. Si është parajsa, çfarë është parajsa, si të arrisim parajsën. Është një botë mbi tokën, quhet parajsa. Edhe në fakt vedikët, për shembull, ajo bota që është sipër nesh, që është hapi bota e parë e parajsës, aty jetohet 1000 vjet, por nuk ka smundje, nuk ka gjëra dhimbje, probleme psikologjike, probleme siç ka në tokë. Dhe nuk vdes për 1000 vjet, dhe quhet buvarlok. Për shembull tek Lord of the Ring, ose këto ka disa pamje që tregojnë pak a shumë këtë. Kurse në botën më sipër asaj ka një tjetër që është domethënë Svarg Lok, sipas vedikës. Aty është domethënë kulmi i kënaqësisë. Atje nuk ka domethënë po e vet një ndryshim i madh midis njerëzve që jetojnë në tokë dhe qenieve që jetojnë në parajs është sjellja. Neve në tokë nuk jemi të edukuar për të sjellë me një qenie të lartë. Për shembull, po të vi Zoti këtu, ne nuk dimë si të sillemi. Do sillemi keq dhe kur sillesh keq, në kuptimin që flet fjalë jo të duhura, nuk e respekton ose këto gjëra të tilla, kur nuk respekton një qenie të lartë, është karma më e keqe që mund të ndodhë. Është më keqe se sa vrasja ose këto gjërat. Kurse qeniet në parajs sillen gjithmonë mirë me më të lartën dhe hyjnoren që kanë atje, sepse dhe për këtë shërben, prandaj gjërat që duhet në tokë të mësojnë për të mësuar se si është parajsa është qëndërzimi, disiplina e posturës, disiplina e të folurës, disiplina e fytyrës. Që juve që punoni si gazetarë duhet të keni patjetër këto. Tani në parajs, në fakt Guru Prashant Trivedi, sepse gjithë të diturit vedike, unë i kam mësuar nga Guru Prashant Trivedi. Nuk e di a ke dëgjuar, ai gjithashtu ndër të tjera ka thënë për parajsën që nëse një njeri ose një shpirt pranohet të hyrë në parajs, gjë që është shumë e rrallë.
Okej? Atëherë aty për shembull nëse ti Klea shkon, e zënje e pranuar, aty ti do marrësh një trup siç e do ti. Edhe nuk lind si bebe. Domethënë këtu në tokë duhet lindë si bebe, do të rritesh, do të bësh kalamaj, do të bësh kështu derisa të bësh 20. Aty mund të kesh një trup të përjetshëm, domethënë të bukur, atë siç e imagjinon, dhe varet nga imagjinata, domethënë sa dëshira diturike. Tani un kam shumë pyetje të tjera dhe pikpyetje në lidhje me parajsën. Kam dëgjuar se të gjithë engjëjt, të gjithë njerëzit që pranohen në parajsë, ashtu në dijen time, para se të kalojmë tek parajsa dua të bëj një pyetje ty personalisht. A ka Zot? Ekziston një Zot? Sigurisht, po. Atëre, un kam bërë një video në fakt për këtë. Termi Zot do të thotë Zeus, është më tepër për tingullin ose fjala hynore. Kurse pra ka shumë disa zota ose perëndi. Për shembull kemi perëndinë e dielli shihet si perëndi, natyra, toka shihet si perëndesh, ajri, deti shihet si zotërohet nga një hynesh ose perëndesh që quhet perëndesha e detit. Sirenat e këto gjërat. Kurse hynia, pra dielli, këto gjërat e natyrës, janë perëndi, kurse mbi ta ekzistojnë qenie më të lartë se sa zotat ose perëndit, që quhen rishi. Ato janë në gjendje të krijojnë një botë të re. Për shembull, edhe bota jonë është krijuar nga këta. Edhe mbi ta ka një energji më të lartë që quhet hynia. Ke dëgjuar fjalën hyni? Po. Hyni, atëherë vetëm një hyni ka. Po, që neve në fetarët e quajnë një zot etj. Ekziston, sigurisht që ekziston. Atëherë unë kisha pyetje për parajsën. Kam dëgjuar shumë se ne njerëzit që shkojmë në parajsë do të bëhemi engjëj. Do të bëhemi engjëj, do të jemi të gjithë një gjatësi, të veshur me të bardhë, të gjithë një pamje, dhe do të jemi çift me personin e parë që kemi dashuruar. Sa e vërtetë është kjo? Mund të krijojmë familje në parajsë? Familje mund të krijosh në parajsë dhe mund të dashurosh, domethënë nuk është si dashuria këtu, është dashuri me inteligjencë. Dhe kur shkojmë në parajsë, nuk kemi këtë, shiko, filmat në përgjithësi që na kanë dhënë këtë pikpamje, Iluzion. Janë iluzionin që gjithçka është e bardhë, janë të veshur gjithë me bardhë. Parajsa sipas jo, nuk është fare vërtet, jo. Aty mund të marrë gjatësinë që dëshiron, bukurinë që dëshiron, gjinin që dëshiron. Ua, mund të shojmë dhe gjinin. Sepse edhe në jetë të ndryshme kur kemi, dhe qoftë edhe këtu, mund të lindësh në një jetë burr, një jetë femër. Nuk është se duhet të jesh gjithmonë. Por në parajsë është ndryshe, është domethënë është një inteligjencë supreme dhe aty janë dhe ngjyrat, janë ngjyra, të gjithë ngjyrat janë. Për shembull një ylber kur del këtu në tokë, ke parë ndonjë ylber? Po. Është e bukur, ka ngjyrat apo jo? Po. Sepse këtu në tokë mund të përjetojnë edhe ngjyra të bukura ndonjëherë. Për shembull kur del një ylber, është shumë e bukur. Ajo është personifikimi i parajsës. Ylberi ka 7 ngjyra. Po. Me syrin tonë me frekuencë mund ta shikojmë. Kurse në parajsë, domethënë ka më shumë ngjyra se sa ylberi të bukura. Nuk është vetëm kjo që është e bardhë dhe Zoti është me një mjekër dhe është plak. Zoti hynorja është i riu i pafundëm. Është pa kohë. Është pa kohë. Dhe quhet hynia quhet ose Shiv ose Narayan sipas diturisë vedike. Narayan do thotë është ai që fluturon mbi shqiponjën dhe në fakt shqiponja jonë te flamuri jonë ka simbolin e Narayan. Që është shqiponja jonë ka 2 krenare? Po. Edhe është simboli i shpirtërorës, është shqiponja shqipe, shqiptar, që quhemi apo jo? Do thotë të simbolin e gjarprit, të kundalinit, të çakrave nga e poshtme rritet, ngret lart, dhe shqiponja bëhet nga gjarpri, pra bëhet shqiponjë, që me 2 koka. Po. Në kundalinit që s'ke dëgjuar. Atëherë unë doja të di astrologjia vedike. Cilën fe beson më shumë? Atëherë, vedike do të thotë është një periudhë që ishte përpara se të krijoheshin fetë. Përpara muslimanizmit,
Atëherë radhë parë njëri ishin hinduizmi, budizmi, pastaj lindën gnosticizmi, muslimanizmi mistik, pastaj krishterizmi, pastaj ajo muslimanizmi që kemi sot. Këto erdhën pastaj. Vedike do të thotë thjesht lidhja jote me natyrën, me hyjnoren. Tani vedikja nuk ka asnjë fe, sepse fet u krijuan më vonë. Pra është përpara feve. Dhe pellazgët, neve shqiptarët, ti e di që unë merrem dhe me studime të lashta, Po. Gjubletën, plisin e gjithë këto gjërat, janë vedike, janë epokat vedike. Pra, vedike është një epokë para 5000 viteve edhe tutja. Është pa fe. Edhe shqiptarët, feja e shqiptarit është shqiptaria, apo jo? Po. Të kalojmë pak tek fati, marrëdhëniet intime. Dhe një sekond se ti më pyet, po patjetër për astrologjinë vedike. Pra, vedike ishte një epokë, edhe astrologji vedike do të thotë është një njeri që njeh diturinë vedike dhe e praktikon. Astrologjia vedike është e pa kohë, është e vërtet gjithmonë, pikërisht. Po më thuaj? Tani të kalojmë pak tek fati dhe Gjërat intime? intime. Por marrëdhëniet intime jo në partneritet, jo në mes bashkëshortësh, por në lidhje. Po. Por para se të nisim tek marrëdhëniet, dua të pyes për fatin. Fati është i shkruar nga Zoti, nga Perëndit, nuk e di nga kush, apo e shkruajmë vetë ne? Shumë mirë. Si pyetje. Fatin e shkruajmë neve. Për shembull, unë nëse kryej veprime tani, pra kryej një veprim, e mban mend, është karma, edhe në sanskritisht karma do thot action. Kryej një veprim, atëherë ky veprimi që unë bëj cakton fatin tim në të ardhmen time dhe ardhmja ime do thot nga tani deri në përjetësi. Për shembull, jeta që unë kam, fati që kam tani, e kam nga karmat më përpara. Për shembull, e zëm një njeri, ku diun, tani fiton loton një shumë të madhe lekësh, okay? Çuditërisht. Është një shembull të vogël po marrim. Atëherë kjo do të thotë që ai ka bërë shumë LPSH më përpara, pra ka karma të mira nga jetët e kaluara, dhe ashtu i është bërë momenti dhe i ka dhënë një rezultat. Asgjë s'është rastësi. Dhe neve shkruajmë fatin nëpërmjet veprimeve që bëjmë, po. Kësa i thonë Për shembull, bëj mirë se do gjesh mirë. Kur thonë? Kësa i thonë bëj mirë se do gjesh mirë. Po, dhe kjo bërja mirë është shumë e keq kuptuar. Për shembull, njerëzit mendojnë që po ti bësh për shembull ti hedhësh gjithë lekët e tua në bamirësi e zëm, do bësh karma të mira. Dhe sipas vedikës kjo nuk është karmë e mirë. Sepse në qoftë se ti për shembull jep lek dikujt ose futesh ndihmon një tjetër që duhet ta kaloj karmën e vet, të vuajtjes ose këto, atëherë ti bësh duket vetja më e mirë se Zoti. Dhe në të vërtet nuk është karmë e mirë, nuk është bamirësia këto gjërat. Karma e mirë. Karma e mirë është kur kujdesesh për veten dhe kur e bën veten tënde të evoluosh, e rrit veten, atëherë universi gëzon dhe të bekon akoma më tepër me gjëra më të mira. Lumturi, gëzim, edhe mirëqenie. Tani dua të kalojmë pak tek marrëdhëniet. Po. Tek ne të rinjt. Që shumica, do me thënë kryesisht djemt, marrëdhënien seksuale në një lidhje apo në një njohje e kanë primare. Është një karmë mirë kjo apo një karmë keqe, si ndikon? Se unë jam shumë besimtare dhe e di që imoraliteti është gjëja e parë që gjykohet. Po. Edhe nuk është e lejuar që të kryejmë marrëdhënie seksuale në momentin që nuk kemi diçka të kurorzuar apo që jemi të çift, që e dinë familjarët, jemi të fejuar, të martuar. Po, dhe pyetja është, çfarë karmë është kjo? Çfarë pësojmë nga këto marrëdhënie seksuale që i kryejmë? Nuk është fare kjo, jashtë martesore ose para martesore, nuk ka lidhje, vedikët nuk shohin kështu fare. Madje në vedike, në kohët vedike s'ka pas fare martesa, sa për kuriozitet. Në qoftë se një femër kishte dituri, ishte edukuar, dhe ajo zgjidhte një mashkull, për shembull ishte në një festë, se thua një femër në kohët vedike, tani le të kthehemi pak në kohët e arta, ajo
kishte shumë meshkuj që donin të zgjidheshin nga ajo. Pra detyra e një femre ishte të zgjidhte, të dallonte kush nga këto meshkuj është më i larti, ka evoluar më shumë, ka hapur më shumë çakra, ka më shumë dituri, sepse zgjedhja që ajo do bëj, domethënë do zgjedhë për shkak një mashkull, nëse zgjedh të ulët, edhe energjia e saj do të ulej. Por duhet kuptojmë mirë, pra detyra e mashkullit është punoj me veten, të hapi çakrat, bëhet i ditur sipas diturisë vedike, kurse femra duhet të jetë e aftë të zgjedhë një mashkullin që është të dur. Dhe kur ajo bën një zgjedhje, kjo është martesë. Nuk ka nevojë për letra, për shkruar në kishe, këto gjërat që janë bërë më vonë. Jo, bëhet fjalë për marrëdhënie seksuale. Atëherë duhet të kuptojmë çfarë do të thotë SEX. Atëherë S-ja do të thotë po. S-ja do të thotë shumë fish, shumë. E-ja do të thotë energji. X do të thotë kryqëzim. Pra, në një marrëdhënie seksuale, thjesht marrëdhënia seksuale do të thotë thjesht energji kryqëzohen dhe kalojnë nga mashkulli tek femra. Kjo është. Martesë pa martesë nuk po shkojmë në detaje. Kur kryqëzohen energjitë. Dhe prandaj një femër duhet ketë kujdes sepse femra është palamarse, ja merr energjinë mashkullit. Energjia do të thotë gjendja e tij psikologjike, dhe mirëqenia, çdo gjë që ai ka brenda, edhe nëse është i mbushur me plera. Kjo vajza duhet, pra, unë kam bërë një video në fakt që bë virale, çfarë duhet të di një femër përpara se të lidhet me një mashkull. Duhet të di që femra pra është palamarse, ja merr energjinë e tij nga natyra. Femra është marrëse të energjisë, por mund të jetë dhe marrëse energjisë të këqija. Okej? Dhe edhe ajo mund të jetë mund të jetë ke bërë mastera, shumë e zgjuar, pra kur lidhet me një mashkull që ka energjitë më të ulta se ajo, edhe kësaj femrës nga marrëdhënia sidomos seksuale, edhe asaj do t'i ulen energjitë, pra mvuajtje këto gjëra do t'i ketë. Duhet të ketë shumë kujdes. Femra duhet të jetë edukuar në ditët e sotme, kush është mashkull. Po në ditët e sotme në përgjithësi zgjedhin mashkull nga kush ka makinën më të mirë, më shumë lek. Kush ka më shumë lek, këto. Kaq! Nuk shikojnë kush ka më shumë dituri ose. Le që meshkujt sot njerë janë në përgjithësi elektrikisht të vdekur. Do të thotë nuk kanë asnjë çakra të hapur, nuk kanë punuar me vetë, nuk bëjnë tokzim, që është minimumi i çakrës së poshtme. Nuk kanë dituri sepse nëse një mashkull e zëm, ka punuar me veten, ka hapur gjithë çakrat, është elektrikisht i zgjuar quhet, është bërë shqiponj. Shqiponj. Ka këtë energjinë dhe nëse ky lidhet me një femër, automatikisht kjo femra e rrit energjinë. Edhe atëherë mashkulli përmbush qëllimin e tij të ekzistencës. Quhet. Por në ditët e sotme as mashkulli s'e di si të punojë me veten, femra nuk di këtë zgjedhje, prandaj kemi gjurulldir, marrëdhënie kot, vuajtje etj. Kjo është shumë e vërtetë në fakt. Atëherë Afrodita, unë para se të mbyllim këtë bisedë, kaq të bukur dhe interesante, do të thoja që do të bëjmë prapë biseda të tjera. Dhe do të marrë të gjithë komentet e publikut, se më kanë ardhur komente shumë për ty, dhe do të trajtojmë temat që publiku ka dëshirë të dëgjojë nga ana jote. Briliante. Është diçka shumë e bukur dhe një ide shumë e bukur, besoj, dhe shpresoj të na pranosh. Me shumë kënaqësi unë për këtë gjë jam. Afrodita, dhe falenderoj shumë. Njerëzit kanë pyetje dhe të qartësosh publikun për diturit vërtet është me të vërtet një kënaqësi dhe mirënjohje edhe për ty për këtë intervistë dhe për intervistat e tjera. Shikojmë në intervistat e tjera. Ja, pra, kështu erdhi fundi i këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.